Qeveria ka vendosur të shtyjë deri më 31 maj 2025 afatin për subjektet private që dëshirojnë të aplikojnë për të lidhur kontratën e qiras për ushtrimin e veprimtarisë në stacionet e plazhit. Këshilli i Ministrave miratoi së fundmi disa ndryshime në rregulloren për kushtet dhe kriteret e kësaj veprimtarie, duke bërë të mundur zgjatjen e periudhës së aplikimeve. Të drejtën për të përdorur hapësirat e plazhit e kanë vetëm subjektet e kategorizuara si hotele, resorte, bujtina, qendra kurative dhe apartamente turistike me të paktën 5 dhoma, ndërkohë faza e dytë e aplikimit është shtyrë nga 30 marsi në 30 prill 2025, duke u dhënë më shumë kohë operatorëve turistik për përgatitjen e dokumentacionit dhe pagesave. Aplikimet kryhen përmes portalit e-Albania, ku subjektet e interesuara mund të regjistrojnë kërkesën e tyre për të ushtruar veprimtarinë në stacionet e plazhit në përputhje me kriteret e përcaktuara në rregullore.